Motilik që po mbretëron këto ditë në Kosovë ka përfshirë edhe zona në rajonin e Prizrenit. Telashet më të mëdha ishin nga rënja e drunjve në rrugë, nga pesha e borës mbi degët ende të veshura me gjethe. Më shumë pati probleme në fshatrat e thella malore si Plajniku i Opojës. Janë këtë vakt s'ka ra vëdur. S'ka ra, pak ka ra, vetëm sigur që tash jo. S'ka ra, moti s'ka ra. Pastrimi i rrugëve, paka shumë. Jo, unë nuk e marrë mentë. A ishin pastru rrugë? Ketë mirë, ketë në rregull. A ka arë bërë pastrusja? Po, ka hesin, e kom pa shumë herë, e kom pa ato. Sipas drejtorit të shërbimeve publike Vetim Ramadani, me gjithë vështirësitë që janë paraqitur, të gjitha rrugët në zonat rurale janë të kalueshme. Kemi vështirësi qysh nga mëngjesi ditës sotme me qarkullimin e disa fshatra të cilat gjenden në zona me thella malore, siç janë kryesisht fshatrat e zonës së Gorës, përkatësisht pjesa e zonës turistike të Argjenës dhe në fshatin Brot, pjesa e Restelicës, fshati Zlipotok dhe nga pjesa shqiptare fshati Plajnik. Mirë po të gjitha këto aktualisht kemi arritur që të depërtojmë deri në fshatra dhe të sigurojmë qarkullimin e lehtë për qytetarët. Ramadani thot se po menaxhohen me kujdes edhe rastet emergjente që mund të ndodhin në këtë situatë. Kemi bërë përgatitjet me kohë, të gjithë traktorët tanë janë të pajisur me brisqe për pastrimin e borës, kemi vënë në gatishmëri edhe një ekip të veçantë në kuadër të QKMF-s në Dragash, i cili është i pajisur me gjitha mjetet e nevojshme që të intervenojnë në rastet e emergjencave shëndetësore në secili fshat i cili ka probleme të qarkullimit. Dragashi dhe Prevalla në rajonin e Prizrenit u prekën nga reshjet e borës në këtë fillim tetori dhe temperaturat zbritën në këto zona nën 0 gradë.